nga mia gra që kanë pa luftën me sytë e tyre. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë nën kuptante të jetoje me frikë, me kufizime, me pa drejtësit përditshme. Kam pa prindër të larguar nga puna, profesor të përjashtuar, studentë të ndjekur, familje të tëra të poshtruara vetëm pse ishin shqiptar. Kam pa baballar të përullur, kam pa nana që qanin fshehur azi që fëmijët të mos u ashinin lotët. Kam pa rinin ton të rritet pa të drejta dhe por gjithmonë me krenari. Por mbi të gjitha e kam pa gruan shqiptare, kam pa nëna që ndanin kafshatën me fëmijët e tyre, duke pa motra që beshin edhe nëna edhe baballar kur në shtëpitë e tyre mbetshin pa burra. Kam pa gra që i përcjellnin bit në luftë me zemër të captuar, po me kokën lartë. Ato nuk kishin uniform, por kishin forcë. Ato nuk mbanin armë, por mbanin gjallë shpresën. Ato nuk dalën në histori me tituj, por historia nuk do të ekzistonte pa to. Pikrisht atëherë, edhe unë e kam kuptuar se heshtja është dorëzim. Dhe ky popull nuk di të dorëzohet. Si shumë vajza e gra shqiptare, e mora dhe unë armën dhe dola në front, e vesha uniformën më të bukur në botë, dhe ju bashkova radhëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Jo sepse doja luftën, por sepse doja lirinë. Sepse kur mohohet dinjiteti, rezistenca bëhet detyrim për secilin. Se humbëm shumë, humbëm bij, humbëm vëllezër, humbëm shok. Shtëpit në udhëzën e fshatrat në zbrazën. Nedan mbeten me fotografinë e duar dhe me heshtje në shtëpi. Por një gjë nuk u dëgj, nuk u hyje, nuk u shua. Dhe ajo është shpirti i këtij populli. Këtë shpirt po shoh këtu në mesin tuaj. Në çdo varr dëshmorit është edhe një nën që ka dhënë gjithçka. Në çdo flamur që valon është edhe një lot që është derdhur. Kjo luftë për të cilën sot po gjykon Haga nuk është zgjedhje, por ishte për mbijetesë. Dhe ne qëndruam, ne rezistuam, sepse pas ne është qëndron të ardhmja. Sot bashk luftetarët e mi,